Nuk duhet të ketë për Shqipërinë alternativa me Serbinë që nuk kalojnë nëpër Kosovë. Rruga nga Tirana në Beograd çon nëpër Prishtinë. Edhe gjeografikisht, edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në çdo aspekt. Kështu që secili kryeministër apo president shqiptar që e harron këtë, ta dini që afatgjat ka për të bërë gabime të mëdha, të cilat kanë për ta dëmtuar kombin tonë shumë. Shqipëria është partneri, është aleati ynë i parë. Është po ashtu e vërtet që asnjëherë nuk kam heshtur rreth shqetësimeve që kemi pasur me disa prej veprimeve të qeverisë, respektivisht të kryeministrit Rama. Ka një hap të fundit nga ana e kryeministrit Rama, i cili i tejkalon edhe ato çfarë ku kemi mbyllur syt njërin sy në të kaluarën. Është artikulli i fundit i publikuar së bashku me Vučićin në gazetën prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës nuk kanë për t'ia falur atë artikull kryeministrit Rama për një arsye të vetme, sepse krijohet përshtypja her pas here që gjithmonë atëherë kur Vučićin BE-ja, Evropa e mbështet me shpatulla për muri, del Edi Rama edhe e nxjerr nga ajo situatë. Problemi i artikullit nuk është pse kryeministri Rama me Vučićin shkruaj një artikull të përbashkët. Por problemi i atij artikulli është që propozimi është që Serbia dhe Shqipëria të hyjnë së bashku në Bashkimin Evropian, duke mos përmendur me asnjë rrokje të vetme pozicionin që ka Serbia në raport me Perëndimin, në raport me Rusinë, me Kinën, me Venezuelën, me Iranin, edhe me gjitha ato forca botërore të cilat bien ndesh në çdo aspekt, edhe me përcaktimet tona për BE, edhe me përcaktimet tona për NATO, por edhe me përcaktimet e Republikës së Shqipërisë. Prandaj ndodhin nganjëherë disa gjëra në të cilat me gjithë vullnetin që kam që ta kuptoj çdo lëvizje, ta kuptoj pozitivisht. Çdo lëvizje që bëhet nga shteti shqiptar, mbetem pa fjalë sepse nuk jam në gjendje një qytetar i thjeshtë të Republikës Kosovës t'ia shpjegoj me fjalë të thjeshta se pse doli kryeministri Rama në atë artikull dhe cili ishte mesazhi që deshti t'i përcillte edhe BE-s, edhe Gjermanisë, edhe Shqipërisë, po edhe Republikës Kosovës. Natyrisht sinjalet politike janë nganjëherë shumë të brishta dhe duhet kemi shumë kujdes që të mos japim përshtypjen sikur Shqipëria po kthehet në shtetin i cili vazhdimisht përpiqet ta nxjerrë nga balta ku e fut Vučići vetveten. Askush nuk e ka futur Vučićin. Pa ai me politika hegemoniste, me sulme ndaj fqinjve si në rastin e Banjskës dhe të Iber Lepencit në Kosovë, etj, e fut veten në një balë gjithnjë e më thellë dhe çohet Parlamenti Evropian e kritikon ashpër dhe çohet Edi Rama dhe publikon me të artikull në FAZ me propozimin që të hyjnë së bashku në BE. Jam tërësisht pa tekst lidhur me këtë.